mbushet qenia njerëzore plot. Jetojmë në botë ku konsumohemi çdo ditë, konsumohemi në çdo lloj drejtimi, konsumohemi në çdo lloj aspekti dhe nuk ka gjë më të bukur kur ti mbush zemrën tënde me Krishtin. Në fakt, mrekulli bërës është një nga fjalët e kësaj këngë dhe mrekullia më e madhe në fakt që Zoti bën në jetën e njeriu është të hap zemrën për të besuar në Zotin. Bibla thotë që ne jemi të vdekur në aspektin, imagjino pak një person që është vërtet i vdekur, është jashtë atij dimensioni, jashtë atij realiteti. Ne jemi të vdekur, thot Bibla, dhe nëse Zoti nuk vjen që të hap shpirtin dhe zemrën, që të shtjerë atë dashurinë për emrin e Tij, është e pamundur. Është e pamundur për njeriu vet. Në fakt, fjala e mrekullueshme e Zotit është, e themi shpesh, e kam të huazuar si fjalë, është mjalti i qiellit që na është dhënë. Dhe nuk ka fushë të jetës që fjala e Perëndis nuk prek. Nuk ka fushë në të cilën fjala e Perëndis na tregon, na udhëzon, na mëson, ashtu siç na thotë tek letra e Timoteut, që njeriu i Perëndis të mund të ecë për të nderuar emrin e Krishtit. Pasazhi sotëm është kapitulli 13 tek Romakët, do ta ndajmë në 3 pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me pushtetin, me autoritetet që janë mbi njerëzit. Po bëja një kërkim të vogël dhe kjo është një monedhë, 500 lekë ose 5000 lekë të vjetra. Interesante është që po të lexosh këtë monedhë dhe jo vetëm, në fakt në çdo vend të botës, në çfarëdo lloj kohe, të gjitha monedhat kanë pasur fytyra të ndryshme. Ne në monedhën 500 lekëshe kemi fytyrën e Ismail Qemalit, që përfaqëson fillimin e shtetit shqiptar. Nuk është thjesht individi, por personi. E pyesin Zotin Jezus për ta provokuar, jo për të mësuar, sepse ka disa lloj pyetjesh, pyetje kur bëhen për provokim dhe pyetje kur bëhen vërtet për të mësuar. E kërkuan Zotit Jezus një përgjigje në turmën që nuk ishte dhe aq gati për një përgjigje të gabuar, sepse do të hidhej në të dyja anët. E pyesin Krishtin, a është e drejtë t'i paguajmë taksa Cezarit? Dhe në atë turmë të madhe kishte hebrejt patjetër që nuk donin që të paguanin taksa një pushtuesi, por kishte dhe pushtues ushtarë që ishin gati për të parë një rebelim kundër Cezarit. Tani Jezusi nuk dha një përgjigje që t'ju bënte qefin të dy palëve, por po ta mendosh një përgjigje hyjnore që tregon përkatësinë e secilës pjesë. Dhe Jezusi tha, më jepni një monedhë, dhe i dha një monedhë dhe i tha, ç'fytyrë dhe ç'emër ka kjo monedhë? Dhe ata i thanë, Cezari. Dhe Zoti Jezus tha, jepi Cezarit çka është e Cezarit dhe Zotit atë që është e Zotit. Në fakt, arsyeja pse nis me këtë pasazh, me këtë ilustrim nga fjala e çmuar e Zotit, është sepse na thot tek Romakët 13:7 vargjet e para, dëgjoni pak këto. Çdo njeri le t'i nënshtrohet pushteteve të mësipërme, sepse nuk ka pushtet vetëse prej Perëndis, dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia. Do ndalojmë tek vargu 1 para se të vazhdojmë te vargjet e tjera. Dhe po na thot çdo njeri, nuk thot vetëm për besimtarët, po thot çdo njeri, përfshin të gjithë njerëzit. Është Zoti që ka instaluar në fakt pushtetet. Është Zoti që ka instaluar autoritetin. Dhe fjala e Perëndis i bën thirrje çdo personi të nënshtrohet autoritetit. Tani unë e di që shumë pyetje dalin për një herësh në mendjen tonë, me gjithçka që ne jetojmë këtu. Por keni parasysh kontekstin kur është shkruar ky pasazh. Neroni, për t'ju dhënë pak background, ka qenë perandori romak, perandori i çmendur, perandori jo normale në logjikën e vet.
Ishte perandori që shkatroi dogji Romën për një eksperiment të mendjes së vet. Ishte perandori që vrau familjar të tij. Ishte i çmendur. Dhe ai ishte në krye. Ishte perandori vetë që do të vriste personin që shkruajti këtë pasazh, vetë Palin. Ishte në kohën e Neronit që persekutimet filluan të ishin shumë të egra. Ishte në kohën e Neronit që mori këtë krishterët dhe i vendosi si pishtar për të ndriçuar kopshtin e tij natën, duke i djegur të gjallë. Dhe tani kësaj kishe, në këtë lloj persekutimi, dhe krahasoni pak vendin ku jemi ne dhe gjithë lirinë që ne kemi, dhe shqetësimet tona, me një pasazh që i drejtohet po kësaj kishe, çdo njeri le t'i nënshtrohet pushteteve të sipërmve, sepse nuk ka pushtet vetëse prej Perëndis, dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia. Interesante është që nga kopshi i Edenit, njeriu ka dashur të jetë zot i vetvetes. Që prej Edenit, që kur u larguam nga kopshi i Edenit, njeriu nuk e ka pëlqyer autoritetin. Gjithmonë ka dashur të bëjë atë që është ajo që i pëlqen në sytë e tij. Nuk i pëlqen fjala në nënshtrim. Dhe fjala e Zotit për ata që janë besimtarë dhe jo vetëm, ju bën një thirrje, nënshtroju autoritetet. Jo për shkak të respektit që ti ke për personin që sundon, por për shkak të pozicionit, për shkak të autoritetit të këtij institucioni. A e dini që pushtetin e ka caktuar Perëndia? Dhe Bibla na tregon, do ta shohim pak më vonë, arsyeja është për të limituar të keqen. Imagjinoni një vend që nuk ka pushtet, çfarë bën e keqja? Fillon edhe hedh rënjë dhe shpërndahet fuqishëm. Kujtoni pra vitin 97 për ju që e mbani mend. Pushtetet janë caktuar nga Perëndia dhe besimtari, pavarësisht se kush është në atë pushtet, duhet i nënshtrohet pushtetit për shkak për respektin që ka për institucionin që është vendosur tashmë nga Perëndia. Kjo nuk do të thotë se çdo sundimtar është i drejtë. Kjo nuk do të thotë se nuk ka problem personi që është në front në drejtim. Çfarë na mëson fjala e Zotit është të kesh respekt dhe të nënshtrohesh institucionit. Po mirë, po Zoti ka kontroll mbi këta njerëz? Po Hitleri, po Neroni vetë që folëm, po njerëz të tjerë në vitin 67 Shqipëria u deklarua, ishte shkurt në atë kohë kur deklaroi që të ishte vetmi i vend në botë ateist, ku besimi në Zotin u bë i jashtëligjshëm. Në fakt, kjo nuk e justifikon ligësinë e personit që është në front. Perëndia nuk është sovran vetëm kur sundon njerëz të mirë. Zoti është sovran në çdo kohë. Historia nuk drejtohet nga parlamentet. Historia nuk drejtohet nga presidentët, nuk drejtohet nga kryeministrat, nuk drejtohet nga ekonomia. Këto janë mjete. Historia drejtohet nga froni i qiellit. Dhe froni i qiellit asnjëherë nuk është bosh. Më kujtohet profeti Daniel, i cili thot kështu: ai, për Zotin, heq mbretër dhe vendos mbretër. Asnjë kuror nuk vendoset mbi kokën e një mbreti pa lejen e Zotit. Kjo është arsyeja pse besimtari nuk jeton me frikë, sepse e di që Perëndia është në kontroll. Kjo është arsyeja pse besimtari nuk është optimist, në fakt, sepse ka besim te politika. Jo. Besimtari ka besim tek Perëndia dhe Zoti është në kontroll edhe kur gjërat nuk shkojnë mirë. Tani më lejoni të çoj pak në udhëtimin ton tek Pali, tek Jezusi, kur ishte përpara Pilatit. Pilati thot Jezusit, imagjino pak shteti me Zotin, diskutim. Pilati thot Jezusit, a nuk e di se un kam pushtet të të kryqëzoj ose të të liroj? I thot Pilatit mërshëm. Jezusi ju përgjigj Pilatit, ti nuk do të kisha asnjë pushtet mbi mua, po të mos ishte dhënë nga lart. Çfarë deklarate madhështore. Pilati mendonte se ishte gjykatës, në të vërtetë ai ishte vetëm një vegël në planin e përjetshëm të Perëndis, sepse Bibla thot përpara themelimit të botës ishte caktuar tashmë që Krishti
do të vdiste. Në atë sallë gjyqi nuk ishte Pilati që kontrollonte historinë, ishte vetë Zoti, sepse qengji i Perëndis kishte ardhur për të dhënë jetën dhe Pilati ishte vetëm mjeti. Ky është ngushëllimi për besimtarët sot që jetojnë në çfarëdo lloj pushtete të ndryshme. Krishti nuk fle gjumë, ai kontrollon historinë. Krishti nuk ndryshon, ai sundon mbi mbretër dhe një ditë vetë Perëndia, vetë Krishti do të kthehet për të mbyllur gjithë historinë njerëzore. Në fakt vini re pasazhin se sa bukur e thot, çdo njeri le t'i nënshtrohet pushteteve të sipërme, sepse nuk ka pushtet vetëse prej Perëndis. Të gjitha llojet e pushteteve, diktator apo jo diktator, të mira apo të egra, kanë ardhur dhe janë lejuar prej dorës së Perëndis. Dhe pushtetet që janë caktuar, thot ai, në fjalën e Zotit, nga Perëndia. Dhe kjo i jep kaq shumë paqe dhe kaq shumë siguri zemrës së një besimtari. Vini re, shpesh ne lexojmë këtë pjesë duke menduar fillimisht për politikën, për individ, por pali nuk po ndërton një filozofi të shtetit. Pali nuk po na thotë se cili shtet është, cila formë drejtimi, komunizmi, kapitalizmi, kush janë format më të mira. Nuk më na flet për këtë gjë, por na flet për institucionin e shtetit, që është vendosur për Perëndis. Dhe si e përdor Perëndia autoritetin civil në botën e rënë. Në fakt, imagjinoni pak shembullin më i bukur që mund të jetë, është një institucion tjetër që Zoti ka themeluar, martesa. Martesa është shembulli më i mirë që mund të përshkruhet këtë pjesë. Martesa është institucioni që është themeluar nga Zoti. Zoti e shpiku martesën, Zoti krijoi martesën, nuk ishte martesa një ideja e njeriut, por Zoti bëri martesën. Okej? Tani ka martesa shumë të mira, ka martesa jo të mira, ka martesa që kanë vështirësi të mëdha, për shkak të shumë problemeve, për shkak të mëkatit, për shkak të jashtëzakonisht një liste shumë të madhe. Por institucioni i martesës është ai që është i caktuar për Perëndis. Njeriu mund ta dëmtojë martesën, por martesa është institucioni që është caktuar për Perëndis. Kështu është edhe me institucionin drejtues. Janë vendosur si institucion nga Perëndia, herët apo vonë mund të vinë njerëz që mund ta bëjnë më mirë, mund ta bëjnë më keq, mund të jenë shumë agresor, mund të jenë shumë të mirë, por si institucion është vendosur nga Perëndia. Dhe nuk ka asnjë lloj sundimi që nuk është caktuar nga Perëndia. 2 herë pali e quan, po ta vëshret e vargjet pak më poshtë. Thotë kështu, shërbëtor i Perëndis e quan drejtuesin. Thotë prandaj ai që kundërvihet pushtetit, i kundërvihet urdhrit të Perëndis. Dhe ata që i kundërvihen do të marrin dënim mbi veten e tyre, sepse e prorin, që ke mbi sipër, skepse ti kesh frikë për vepra të mira, po për të këqijat. A do pra të mos kesh frikë pushtetit? Bëj të mirën dhe do të kesh lëvdime nga ai, sepse është shërbënjës i Perëndis për të mirën tënde. Por po të bësh të keqen, druaj, sepse nuk e mban kot shpatën, sepse ai është shërbëtor i Perëndis, hakmarrës për të ushtruar zemërim kundër atij që bën të keqen. Interesante në fakt është që mendo pak për faraonin në kohën e Mojsiut. Hapeni Biblën dhe do shohësh që Zoti thot një shprehje në fakt për faraonin. Pikërisht për këtë të kam ngritur që të tregoj fuqinë time. Dhe ti shef një faraon që nuk njifte më përpara atë që kishin qenë dhe kishte vendosur të shkatronte me vdekje popullin e Izraelit duke vrarë fëmijët meshkuj, ekzekutuar çdo fëmijë mashkull. Dhe përsëri Zoti thot për këtë gjë unë të kam ngritur që të tregoj fuqinë time. Mendoni për mbretin Nabukadnezar. Është interesant, ai konsideronte veten zot të botës, por më vonë u detyrua të rrëfente më i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve. Mendoni për Augustin, në të cilin Krishti lindi. Keni parasysh për herë të parë në mbretërinë romake u bë censusi i regjistrimit. A mendoni se ishte thjesht ideja e Augustit për të bërë të gjë? Ishte koha për të caktuar që Krishti do të lindte në Betlehem dhe për të përmbushur të gjë, Zoti përdori vendimin e tij. Është madhështore
se si Zoti përdor vendime që duken komplet të shkëputura, por Perëndia është madhështor. Mendo për Pilatin, ai dënoi Krishtin me vdekje, por pa e ditur që po shërbente në përmbushjen e planit të Perëndisë. Ky është ngushëllimi ynë. Perëndia nuk është vetëm Zoti i kishës, ai është Zot edhe i historisë. Kjo është mahnitse, është Zot dhe edhe i historisë. Gjithë historia lëviz ashtu siç e kërkon fjala e Zotit. Vini re si thot, ai nuk e mban kot shpatën, dhe shpata simbolizon formën për të ndëshkuar të keqen. Nëse nuk do të ketë shtet, e keqja do të lulëzojë fuqishëm. Dhe shteti është bërë nga Perëndia, institucioni drejtues është bërë për të kufizuar, për të limituar aq sa është e mundur të keqen. Dhe për shkak të kësaj kemi nevojë që të nderojmë institucionin. Kisha nuk është thirrur të sundojë me shpatë. Ajo nuk fiton zemrat me forcë, por me predikimin e ungjillit. Krishti i tha Pjetrit në kopshin e Getsemanis kur filloi të luftonte, fute shpatën në miell. Nga ana tjetër shteti nuk është thirrur të shpallë ungjillin. Ai nuk mund të rilindë zemra, ai nuk mund të frenojë të keqen, ai mund të frenojë të keqen, por nuk mund të shërojë dhe të bëjë mrekullinë e shpëtimit. Këtu shohim urtësinë e Perëndisë, dëgjojeni mirë. Zoti ka caktuar role të ndryshme për institucione të ndryshme. Kur kisha përpiqet të bëhet shtet, apo kur shteti përpiqet të bëhet kishë, ngatrohet dhe kemi një rast tragjik. Shteti nuk mund të bëhet kishë dhe kisha nuk mund të jetë shtet. Nëse bashkohen, do të ketë problem tragjik. Në një kohë ku shumë besimtarë vendosin shpresën e tyre te politika, Shqipëri e re, thonë shumë njerëz. Romake 13 na kujton se shpëtimi nuk vjen nga parlamenti, nuk vjen nga presidenti apo nga një parti. Shpresa jonë nuk është një sistem njerëzor, por në Krishtin. Kjo nuk do të thotë se politika është e parëndësishme, përkundrazi, ajo është mjet i providencës së Perëndisë, por nuk është shpëtimtari, vetëm Jezu Krishti është mbreti që sjell drejtësi të përsosur. Ka dhe një pasazh tjetër tek vargu 5 kur thotë kështu: Prandaj është e nevojshme t'i nënshtroheni jo vetëm për shkak të zemërimit, për shkak të frikës domethënë, por edhe për shkak të ndërgjegjes. Dhe çfarë po na thotë këtu? Ti bindju për shkak të ndërgjegjes tënde. Ndërgjegja jonë nuk është krejtësisht e pastër. Dakord? Ne kemi një ndërgjegje të rënë, por kur ti bëhesh besimtar, ndërgjegja ushtrohet, mësohet nga fjala e Krishtit, edhe nga fryma e Perëndisë, dhe Pali na bën një thirrje të tillë. Një njeri mund të respektojë ligjin sepse ka frikë nga gjoba, kurse një besimtar respekton ligjin për shkak të ndërgjegjes, sepse do që të nderojë emrin e Perëndisë. Lind pyetja: po kur shteti ndërhyn te kisha, çfarë duhet të bëjë besimtari? Po kur shteti të ndalon të besosh në Perëndin, po kur shteti, institucioni autoritar, të kërkon që të mos mblidhesh së bashku, të ndalon të mbledhurit së bashku, çfarë duhet të bëj? Atëherë ndel pyetja shumë e madhe: kujt do t'i nënshtrohem? Perëndisë apo institucionet që është duke gabuar dhe vën kundër fjalës së Perëndisë? Miq, shteti nuk ka autoritet mbi kishën. Shteti nuk mund të ndërhyjë te kisha. Institucioni i shtetit nuk mund të tregojë se çfarë duhet mësuar dhe predikuar në kishë. Fjala e Zotit është ajo që dikton çfarë duhet mësuar në kishë. Autoriteti i shtetit ndalon aty ku fillon fjala e Perëndisë të shkelet. Pra nuk mundet që autoriteti i shtetit të shkelë autoritetin e Perëndisë. Dhe kur ndodh kjo shkelje, atëherë besimtarit duhet të bëjë zgjedhjen për të qëndruar dhe për të nderuar emrin e Zotit. Nëse shteti ndalon të adhuruarit, besimtari duhet vazhdojë të nderojë emrin e Zotit. Po njerëzit thonë, po mira, nuk po e kundërvihesh, po sepse po ndalohet ajo që është më e çmuar, Perëndia. Është kur çdo institucion kalon vijën e kuqe. Ka një vit të kuqe për
për të nënshtruar pushtetit. Dhe vija e kuqe është kur ndalohet, kur preket fjala e çmuar e Perëndis. Vargjet 6 dhe 7 na thon kështu: sepse prandaj paguani dhe taktimet, sepse ata që janë shërbëtorë të Perëndis dhe i kushtojnë vazhdimisht këtij shërbimi. Jepjuni pra të gjithë detyrimin, tatimin atij që takon tatimi, doganën atij që takon dogana, frikën atij që takon frika dhe nderimin atij që takon nderimin. Pali e mbaron këtë me një zbatim shumë praktik. Paguani taksën, thot. Respektoni autoritetin. Perëndia në dhjetën e vjetër kërkonte 10%, shteti jon kërkon 20%. Paguaje taksën. I përket taksa, jepja taksën. Jepi Cezarit që simbolizon autoritetin, çfarë është e Cezarit. Nëse Cezari kërkon shumë, jepi shumë. Nëse Cezari kërkon përtej kësaj vije të kuqe, kërkon adhurimin tënd nga Perëndia, këtë nuk mund t'ja japësh. Nuk mund t'i japësh atë që fjala e Perëndis të ka dhënë. Nuk mund t'i japësh adhurimin e Perëndis, nuk mund t'i japësh të ndaluarit, të mbledhurit së bashku, sepse shteti vendos, nuk mund t'i japësh ato gjëra që fjala e Perëndis ka caktuar që t'i bindesh Zotit. Vetë Zoti Jezus, edhe pse ishte biri i Perëndis, pagoi taksën, dhe kemi në Bibël shembullin e kësaj gjëje. Imagjinoni pak, vetë Perëndia na dha një shembull, Krishti, duke paguar taksën. Interesante është Romakët 3:7 nuk është një lavdrim për shtetin, është një lavdrim për sovranitetin e Zotit, është një respekt për institucionin, ashtu siç ti ke respekt për institucionin e martesës që Zoti ka dhënë, ti ke respekt për shtetin. Kjo nuk do të thotë që personat që janë duke drejtuar janë të mirë. Kjo nuk do të thotë që personat që janë duke drejtuar do të bëjnë gjithmonë të durën, madje do të bëjnë edhe shumë të keqe. Por ti respekton institucionin, jo thjesht një individ që është aty. Ti nuk e respekton institucionin sepse sot është një person i mirë dhe nesër e urren institucionin sepse aty është një person i gabuar. Jo, si besimtar, ti duhet të respektosh institucionin, pavarësisht se kush është aty në fron. Prandaj besimtari nuk jeton në frikë dhe as në rebelim të vazhdueshëm. Ai jeton me një ndërgjegjje të qetë, duke ditur se mbreti është Jezusi. Ai respekton autoritetin tokësor, por adhuron vetëm Krishtin. Ai është një qytetar i mirë i tokës, pikërisht sepse është përpara së gjithash qytetar i qiellit, për fjalë e çmuar e Zotit. Pra mos harroni. Ka një vit të kuqe. Shteti nuk mund të jetë kisha dhe kisha nuk mund të jetë shteti. Dhe kur këto të dyja ngatrohen, aty fillon tragjedi. Aty fillon tragjedi dhe historia ka treguar të pjesë. Historia ka treguar të pjesë. Interesante është pasazhi që vazhdon 8 dhe deri tek 10. Në fakt nuk është e shkëputur nga kjo, por është vazhdimsi e kësaj. Vini re si thot: mos i keni asnjë detyrim askujt përveç se ta doni njëri tjetrin. Nuk është ideja mos merr borxh, por e lidhe me detyrimin e sipërm që do t'i japësh atij që i përket, atij që i përket. Nëse dikujt i merr borxh, jepja borxhin, nëse dikujt i ke diçka për t'i dhënë, jepja atë që ke për të dhënë dhe mos keni asnjë detyrim askujt. Ka vetëm një detyrim që duhet i kesh dikujt. Dhe kjo është shumë e madhe. Dhe thotë kështu: ta doni njëri tjetrin, sepse ai që do tjetrin ka përmbushjen e ligjit. Wow, ka përmbushur ligjin e Perëndis, kush do. E pyetën Jezusin, cili është urdhërimi i madh? Dhe Jezusi dha, e përmblodhi në 2. Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, mendje, shpirt tënd, dhe duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Në këto të dyja qëndron gjithë baza e ligjit të Perëndis. Sepse po ta dua tjetrin, dhe dashuria nuk është ndjenjë, është vendim për shkak të Krishtit. Ne mendojmë dashurinë vetëm si ndjenjë, unë ndjej për ty, dhe për momentin nuk ndjej, për momentin tjetër ndjej. Jo, është një vendim
Kur ti ecën me vendim dhe ndjenjat ndjekin vendimin. Dhe vini re pasazhin tjetër. Thotë kështu tek vargu 9, sepse kjo, cili është ligji i Perëndis, mos shkel kuror dhe mos vrit, mos vidh, mos thuaj dëshmi të rreme, mos lakmo dhe në pas ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhe në këtë fjalë, duaje të afërmin tënd si vetveten. Le ta zëmë me radhë, mos shkel kuror. Nëse ti do ta duash personin si vetveten, ç'punë ke ti me vajzën e dikujt tjetër, me gruan e dikujt tjetër që nuk është e jotja? Ç'punë ke ti? Duaj atë person si vetveten. A do t'ja bëje këtë të keqe personit më të dashur të zemrës tënde, pavarësisht dëshirave që mund të kesh për momentin? Mendoje me këtë këndvështrim. Nuk është që besimtarit nuk i vijnë dëshira të tilla, por besimtari vendos vendimin, a i nderon emrin e Zotit të bëj këtë gjë? Tundime ka për ditë, në të gjitha llojet e formave. Ti mërzitesh shpesh me personin që ke në krah dhe të duket sikur mrekullia vet shfaqet në një moment. Miq, nuk do t'ja bëje këtë nëse ta mendoje që do ta duash si vetveten personin tjetër. Do të detyroje sy të thoje jo vështrimit. Unë zgjedh të mos shikoj më, unë zgjedh të mos mendoj më, mos lejoj mendjen time të vazhdoj të udhëtoj në ato gjëra që vetëm do të më çojnë në largësi ndaj Krishtit, Zotit tim. E si mund të bëja një gjë të tillë karshi Perëndis? Mos vrit. Jezusi thot, kushdo që uren vllain e vet, tashmë e ka vrarë në zemrën e tij. Nëse ta duash vërtet, i gati të ngëlltitesh edhe pa drejtësinë. Si na thotë te Korintasit, ju hidhni në gjyq njëri tjetrin për padrejtësi të ndryshme që i bëni njëri tjetrit, dhe ku e hidhni në gjyq thot? Tek jo besimtarët. Dy besimtarë u mërzitën me njëri tjetrin dhe hedhin në gjyq njëri tjetrin dhe shkojnë të gjykohen nga jo besimtarët. Dhe thot Pali, po a nuk do të lejonit më mirë të bëhet padrejtësi? Ngëlltitni më mirë një padrejtësi në mbi veten tuaj për hatër të Krishtit, për shkak të dashurisë, sepse ka diku tjetër që dashuria mbulon një shumicë mëkatesh. Drejtësia po hahet, jo nuk po hahet. Drejtësia po përmbushet, sepse këtu përmbushet ligji. Duaj të afërmin tënd por si vetveten. Mos vidh. Ti kur nuk do t'i vidhje nënës tënde që është duke lënguar se edhe ka një 5.000 lekësh aty. Personi që ti do shumë, nëna jote, është duke lënguar në shtrat e sëmur dhe i ka rënë anash 5.000 lekëshin. A do t'ja merje? Ka shumë gjasa që jo. Atëherë mos vidh. Duaj e tjetrin, por si vetveten. Mos thuaj dëshmi të rreme. Ne në kulturën tonë, po dhe në kulturat të ndryshme, fillojmë të japim ngjyra dëshmisë të rreme. Po ja gënjeshtër e bardh, marr telefonin dhe them, nuk jam këtu. Shkruajmë një mesazh që nuk është e vërtet. Bibla thot, mos bëj dëshmi të rreme, që do thot, mos thuaj jo të vërtet. Mos thuaj jo të vërtet. Dhe ne jemi bashkë në një këtë udhëtim, ndoshta dikush nga ne bie, prandaj kemi nevojë për njëri tjetrin për ta ngritur, për ta qortuar. Nuk jemi të përsosur. Kisha nuk është vendi i të përsosurve, por është vendi ku është spitale, kur njerëzit jo të përsosur mblidhen për të adhuruar Perëndin dhe mblidhen që të nderohet emri i Krishtit, prandaj kemi nevojë për njëri tjetrin. Mos lakmo. Sa inat më vjen që i doli këtij kjo gjë dhe ky ka këtë. Ndoshta nuk e them me fjalë, por në zemrën time e di. Nëse ti e do vërtet atë person, duaje të afërmin tënd si vetveten, nuk e për ta lakmuar, por përkundrazi ke për të gëzuar me curinë e personit tjetër. Dhe ky nuk vjen natyrshëm, nuk është e natyrshme kjo gjë, por është dhuratë nga Perëndia. Është dhuratë nga Perëndia. Interesante është mos i ki detyrim askujt. Dhe këto është një listë detyrimesh. Mos i ki asnjë detyrim përveç se ta duash. Dashuria nuk i bën keq të afërmit.
Dashuria pra është përmbushja e ligjit. Shumë interesante është, ke vetëm një borxh ndaj njerëzve. Dashurinë. Ne jetojmë në një vend ku është ftohur kaq shumë dashuria. Është ftohur dhe njerëzit janë bërë shumë të egër me njëri tjetrin. Dhe kjo gjë vjetër edhe mes besimtarëve ka një egërsi me njëri tjetrin. Edhe mes besimtarëve e shohin njëri tjetrin, sepse natyrshëm jetojmë në një ambient të tillë dhe do ndikohemi. Por ndikimin më të madh duhet ta kemi nga fjala e Zotit dhe pa lexuar, pa e njohur, pa u lutur, pa kërkuar Perëndin, nuk mundet natyrshëm të ndryshojmë. Ai nuk thotë që dashuria zvendçon ligjin. Jo, nuk e thotë të gjë, por dashuria përmbush ligjin dhe kjo është krejt ndryshe. Ligji është shprehje e karakterit të Perëndis, ligji që na dha Zoti është shprehje e karakterit të Zotit. Perëndia nuk ndryshon, është i njëjti dje, sot dhe përjetë. Prandaj standardi moral nuk ndryshon, por tani besimtari nuk e zbaton ligjin për të fituar shpëtimin. Ti e zbaton sepse tashmë je shpëtuar. Ky është dallimi i madh midis legalizmit dhe ungjillit. Ne folëm të mërkurë për të pjesën se e mbani mend. Besimtari nuk e zbaton ligjin që të fitojë shpëtimin, por sepse është në Krishtin dhe kërkon që të nderohet emri i Krishtit, vendos të zbatojë ligjin. Kurse legalisti thotë unë do ta zbatoj ligjin që të fitoj shpëtimit, janë komplet të ndryshme motivet. Nuk duhet të jetë një motiv i tillë. Perëndia ka premtuar në Krishtin, bindju atij. Sa ndryshimi i madh, njeriu nuk prodhon. Interesante është që njëri nga këto prodhon krenari, tjetri prulsi. Zgjidh të ecësh të nderosh emrin e Krishtit për shkak të karakterit të Perëndis. Për shkak të karakterit të Perëndis. Unë do të thoja që një kish mund të ketë doktrinën e saktë, mësimin e saktë, mund të ketë predikime të mira, adhurim të mirë, mund të ketë shumë njerëz, 1000 veta, 2000 veta, por nëse mungon dashuria, ajo ka humbur dëshminë e saj. Si do Zoti Jezus, nga dashuria që keni për njëri tjetrin, do të njiheni. Dhe kjo është interesante. Kjo e bën të veçantë atë pjesë. Është gatishmëri për të falur. Dashuria është gatishmëri për të duruar, për të këshilluar me butësi, për të qortuar me besnikëri, për të dhënë buzëqeshje edhe kur të ka goditur, për të shërbyer pa kërkuar lavdi. Në një kulturë kur secili kërkon të drejtat e veta, Krishti në mëson të mbajmë kryqin. Në një botë që pyet çfarë fitoj unë, Ungjilli pyet si mund të lëvdoj emrin e Krishtit. Dhe në fund të kësaj na flet për ndërgjegjen. Shumë interesante është që ndërgjegja ka nevojë të ushqehet, që të jetë e shëndetshme me fjalën e Krishtit. Dhe vetëm në këtë mënyrë ndërgjegja ka për të udhëzuar, për të treguar kur është e larë në pjesën e Krishtit. Kemi vargjet 11 dhe 14, shumë interesante është pjesa e tretë. Dhe gjithë koncepti është koha. Vini re. Dhe këtë aq më shumë duhet ta bëjmë, gjithë to gjëra që thanë më sipër, duhet ta bëjmë edhe më shumë, thot. Pse? Duke ditur kohën, sepse tashmë erdhi ora të ngrihemi nga gjumi, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Nata u thye dhe dita u afrua, le të heqim pra veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës. Le të ecim me ndershmëri si ditën, jo në orgji dhe në dehje, thot fjala e Zotit, jo në imoralitet dhe në shturje, jo në grindje e në smir, por vishni Zotin Jezu Krisht dhe mos u kujdesni për mishin që t'i plotësoni epshet. Fjala e Perëndis na tregon që një ditë Krishti do të vijë përsëri. Bota nuk do të vazhdojë me këtë ritëm gjithmonë. Hapni Biblën, lexoni librin e fundit të Biblës dhe do të kuptosh që gjithë historia po shkon drejt asaj. Fjala e Perëndis na tregon që si do të vazhdojë historia njerëzore,
është që të gjithë pushtetet, autoritetet do të mblidhen së bashku në një qeveri, në një sundim të vetëm, dhe po shkon bota drejt globalizimit, e cila do të vendos sundimin në çdo cep të globit dhe po shkon drejt kësaj, do të unifikohet vlera monetare dhe po shkon drejt kësaj, do të hiqet paraja kesh dhe po shkon drejt kësaj, kushdo që do të jetë digjitale. Dhe në fund, e gjithë kjo gjë do të jetë kundër besimit. Do të ngrihet për të kundërshtuar besimin. Dhe aty do të ketë një betejë të madhe në fund fare mes atyre që besojnë në Krishtin dhe atyre që nuk besojnë. Dhe fundi gjithë kësaj historie është me kthimin e Krishtit po në atë vend nga i cili u mor në Jeruzalem. Krishti fizikisht ka për të kthyer, thot Bibla, do t'jap fund historisë njerëzore një ditë. Ne jemi më afër se sa qishin më përpara njerëzit drejt kësaj udhëtimi. Nuk e di nëse do të vinë në brezin tonë apo jo. Mund të duhen edhe 10 breza të tjerë, mund të duhen 2 breza të tjerë. Nuk e di, mund të jetë nesër. Ne nuk e dim, por dim një gjë, që Krishti nuk gënjen. Zoti Jezus, në fund fare, Bibla është i vetmi libër që na tregon fundin në mënyrë shumë koncize të historisë njerëzore. Na tregon ngjarjet që shumë mendje njerëzore nuk do ta mendonin. Njerëzit intrigohen kur dëgjojnë Nostradamus, ja ku e diun gjithë këta persona që duken sikur parashikojnë të ardhmen. Nuk ka nevojë. Hapni Biblën dhe na tregon fund fare se si përfundon historia njerëzore. Ai thon duke ditur kohën, ne jetojmë midis dy ardhjeve të Krishtit, ardhjes së parë dhe ardhjes së dytë. Është koha në të cilën Zoti po mbledh grigjin e tij në çdo cep të botës. Gjithë historia lëviz drejt kësaj pjese. Dy grupe njerëzish ka në botë. Ata që janë të Zotit dhe që janë fara e djallit. Dy fara ka në botë. Fara e Zotit dhe fara e djallit. Fara e Zotit është gjithmonë në minoritet. Fara e djallit është gjithmonë në sasi. Kështu na thot fjala e Perëndis. Dhe Zoti është duke mbledhur ende të tijët. Në fakt çdo agim që vjen çdo mëngjes kur ti çohesh, është një kujtesë se dita e kthimit të tij është një ditë më afër. Sot je një ditë më afër nga dje ka ardha e Krishtit. Dhe thot zgjohu nga gjumi. Dhe çfarë simbolizon gjumin? Kur ti harron freskinë e fjalës së Zotit dhe fillon të ecën njësoj me ritmin e botës, kur gjërat e përditshme të bëhen kryesore në jetë. A do të thotë që s'duhet të kërkosh të punosh? Jo, do të punosh fort madje. A s'duhet të kërkosh që të jesh i mençur, që të krijosh të ardhura për veten tënde dhe për fëmijët e tu? Jo, nuk po thotë të gjë. Patjetër që duhet të krijosh, sepse Zoti të ka dhënë një mendje, të ka dhënë dhe duar, dhe fjala e Perëndisë thotë që Zoti e uren dembelizmin. Zgjohu, do të thotë çohu, ec në dritën e fjalës së Zotit dhe kuptoj që çdo gjë që ti ke dhe çdo gjë që do të bësh është për nderin dhe për lavdinë e emrit të Zotit. Mos ec njësoj me filozofinë e botës, por ki freskinë e mjaltit të qiellit në shpirtin dhe në jetën tënde. Nuk po flet për gjumin fizik, por po flet për plogështinë shpirtërore, sa e lehtë zë gjumi kishën, jo duke mohuar doktrinën, jo duke braktisur me një herë adhurimin, por duke u mësuar me botën dhe dal nga dal duke u bërë si bota, ku predikimet të duken thjesht si një gjë e bukur, sa për të gudulisur veshin dhe jo çështje jete kryesore. Zoti Jezus thot, hap syt, lum ata që kanë sy dhe kërko Zotit që të mbajë sytë e ty të hapur. Është ora, thot këtu, jo nesër, jo vitin tjetër, tani. Kisha nuk ka luksin që të flej, besimtari nuk ka luksin që të jetë në gjumë. Shpëtimi ynë është më afër, thot. Në çfarë kuptimi? A nuk ishte tashmë të shpëtuar këta njerëz? Po, ata ishin të shfaqsuar, ishin të pajtuar me Perëndinë, ata kishin frymën e shenjtë. Megjithatë Pali flet për shpëtimin në kuptimin e tij të plot. Shpëtimi ynë nuk përfundon me shfaqsimin, me drejtësimin ton, por kur do të jemi me Krishtin përjetësisht, ajo është plotësia totale e shpëtimit. Kur trupi ynë do të kthehet ashtu siç e ka kthyer Zoti Jezus të tijën, kur mëkati do të zhduket përgjithmonë, kur lotët do të fshihen, kur besimi
do të kthehet në shikim. Çdo ditë që kalon na ofron me atë moment. Çfarë ngushëllimi. Nata po kalon, thot vargu 12, dhe dita u afrua, le t'i hedhim pra veprat e errësirës dhe të veshim me armët e dritës. Historia e kësaj bote është si një natë e gjatë. Mëkati ka mbuluar krijimin, errësira ka mbuluar zemrat, por nata nuk do të zgjasë për gjithmonë. Do të dalë agimi, do të vi Krishti, do të kthehet Zoti. Krishti është dielli i drejtësisë, kur ai të vijë, errësira do të largohet për gjithmonë. Prandaj dhe Pali thot hiqni veprat e errësirës. Ai nuk thot fshihini veprat e errësirës, ai nuk thot justifikoni veprat e këqija të errësirës, ai thot hidhini, që do thot vish Krishtin. Ti përket Krishtit, vish Krishtin, jeto me Krishtin, ndero emrin e Krishtit. Ashtu si një njeri heq rrobat e pista dhe vesh rrobat e mira, kështu e ti vish Krishtin. Dhe ky është ecësh në shenjtëri. Kjo është betejë e besimtarit. Armën përdor fjala e Perëndis këtu. Nuk ka fjalën për armën fizike. E ka fjalën që besimtari duhet jetojë gjithmonë me fjalën e Zotit për të luftuar mëkatin. Është një betejë e vazhdueshme në çdo moment për besimtarin. Ose mëkati do të vrasë ty, ose ti do të vrasësh mëkatin. Është betejë e vazhdueshme. Nuk ndalon ndonjëherë. Në moment që ti ndalon, mëkati do të vrasë. Vishuni me armët e dritës. Është interesante që Pali nuk flet vetëm për rroba, ai flet edhe për këto armë, sepse jeta e krishterë është një betejë. Ne nuk jemi turist për të parë koncert një ditor në këtë botë. Ne jemi ushtarë të Krishtit. Bota nuk pushon. Mishi nuk dorëzohet lehtë. Prandaj kemi nevojë për armët e dritës, dhe cilat janë e vërteta drejtësia. Në një botë ku drejtësia sulmohet, në një botë ku drejtësia kërkon që të zhduket, domethënë çdo gjë synon të zvogëlojë atë që duhet jetë. Kudo sulmohet e të vërteta, e drejta, ungjilli, besimi, fjala e Perëndis, lutja, këto nuk janë armë njerëzore, por janë bekim që Zoti na ka dhënë. Vini re vargu 13. Le të ecim me ndeshmëri. Po është e vështirë të ecësh me ndeshmëri. Patjetër që është shumë e vështirë, por është një zgjedhje. Është një zgjedhje që ti do përballesh. Ec me ndeshmëri, po kam shumë të vështirë, nuk ja dal dot. Zgjedhja, është zgjedhje, nuk është e lehtë, kush tha që është e lehtë? Është zgjedhje. Është zgjedhje. Imagjinoni pak Danielin. Danieli në dhjetën e vjetër ishte një nga këshilltarët më të mëdhenj, më të afërt të mbretit të famshëm. Dhe njerëzit ishin shumë xheloz për Danielin dhe donin si ta kapnin, ja kontrolluan tërë dosjet, u hap spaku për Danielin. Nuk i gjetën dot asnjë gjë që të mund ta kapnin. Ai kishte goxha përgjegjësi, por nuk kishte diçka të padrejtë që ta kapnin. Edhe di çfarë thanë? Do ta luftojnë me besimin e tij. Dhe nxorën një dekret. Ja mbushën mendjen mbretit në mënyrë të tërthort për të nxjerrë dekret që ndalohet të adhurosh Zotin. Dhe njerëz duket e çuditshme, jo, viti 67 ktheu në Shqipëri, o ta shohësh, shiko pak emisione. Ndalohet të adhuroj Perëndin. E di çfarë bëri Danieli? Shumë interesante. Shkoi në dhomën e tij. Hapi dritaret, jo i mbylli dritaret. I hapi dritaret dhe adhuroi Zotin. E morën, e kapën, patjetër se prandaj ishin ku ta kapnin, e morën edhe ishin gati për ta ekzekutuar Danielin dhe i thanë mundësinë që ai të mohonte këtë gjë. Danieli tha jo. Nëse është kështu, le të vdes. Ishte gati të paguante një çmim të lartë. Dhe ekzekutuan Danielin, por nuk mundën ta vrisin sepse Zoti ndërhyru në momentin e fundit. Por ishte vendimi i Danielit që edhe nëse do të ndodhë kështu, le të lavdrohet emri i Zotit. Ai e gati të ecësh një ndeshmëri të tillë për hatër të Krishtit. Ai e gati të ecësh për hatër të Krishtit një ndeshmëri të tillë.
Interesante është që një besimtar ka nevojë që të ecë çdo ditë me Krishtin, sikur Krishti të jetë fizikisht I pranishëm. Më kujtohet në këtë moment interesant Lazari, që Zoti Jezus e ringjalli. Interesante është Lazari kishte vdekur, në turm të madhe Zoti Jezus thotë hapeni varrin, njerëzit u çuditën, shumica gjithë fshati ishte mbledhur. Jezusi e ringjall në sy të gjithëve Lazarin, fizikisht pasi kishte vdekur prej 4 ditësh. Dhe interesante thotë fjala e Zotit pak më vonë, po ta vësh re, të kujdesesh ta lexosh mirë, thotë tashmë po bënin plan këta përsëri këta që kishin inat, se si ta vrisnin Lazarin. Imagjino pak, e thot dikush, si mund ta trembje Lazarin? Lazari do të thoshe, Lazar do të vras po ecë në të duhurën, në të ndershme, në të duhurën. Çfarë thoshte Lazari? Po unë kam provuar. Unë isha aty, e di çfarë është. Domethënë si mund ta trembje Lazarin? E si thot Zoti Jezus, e çfarë mund të bëjë njeriu? Mos keni frikë njerëzit, thot Zoti Jezus, që çfarë mund të bëjnë? Vetëm mund të vrasin trupin. Kaq mund të bëjë njeriu, por ke frikë Zotin, sepse ka më shumë se sa kaq. Prandaj është gjë e mrekullueshme kur ti zgjedh të ecësh në ndershmëri. Por jam I vetëm. Po. Do të jesh I vetëm, do të ketë kohë që do të jesh krejtësisht I vetëm. Por miq, një dritë e vogël ndrit më shumë kur është e vetme në errësirë. Imagjinoni pak një bredh me shumë drita në mes të ditës me diell. A mendoni se duket? Nuk duket shumë rrezatimi I asaj. E ka rrezatimin, por nuk është e dukshme shumë. Por në momente kur errësira bie krejt, dhe ajo dritë e vogël duket shumë këndshëm, shumë bukur, jep shpresë. Kështu që mos u dorëzo sepse je vetëm. Sa më fortë errësira, aq më shumë do duket drita e të vërtetës brenda teje. Vishni vargu 14 thot me Zotin Jezus dhe mos kujdesni për mishin që t'ia plotësoni dëshirat. Nuk e ka fjalën që mos ha buk, mos u kujdes për trupin dhe mishin. Nuk e le aty, por thot që t'ia plotësoni dëshirat. Mishi është si një fëmijë I përkëdhelur, që kërkon në çdo moment tekat e veta. Bibla thot mos u kujdes t'ia plotësosh dëshirat mishit. Do thot që Krishti të jetë ai që do duket në jetën tënde. Ashtu si rrobat mbulojnë trupin, ashtu dhe karakteri I Krishtit duhet të mbulojë jetën tonë. Kur njerëzit na shohin, a shohin krenarinë apo prullësinë e Krishtit? A shohin zemërimin tonë apo butësinë e Krishtit? Ky është shenjtrimi. Nuk është thjesht të përpiqesh të jesh më I mirë, të jetosh një ditë sot, nesër, pas nesër në bashkësi me Krishtin. Ai nuk po thot dëmtojnë mishin, kishte njerëz që dëmtonin mishin e tyre. Jo, nuk po thot të gjë. Mos ja plotëso tekat. Mos planifiko për mëkatin. Mos krijo kushte që ta bëjnë më të lehtë rënien. Njeriu I mençur nuk luan me tundimin. Ai ikën prej tundimit, ashtu si Jozefi iku nga gruaja e Potifarit. Ishte një rast interesant në Bibël. Jozefi Potifari e kishte caktuar që të ishte shumë lart. Vetëm Potifari ishte mbi të. Ishte në krye të gjithë shtëpisë që ai kishte, të gjithë drejtimin. Kishte shumë shërbëtorë të tjerë, Jozefi ishte I pari. Dhe gruaja e Potifarit ra në dashuri me Jozefin. Ishte shumë I tërheqës, shumë I pashëm dhe shpeshherë synonte për ta patur. Jozefi ka një shprehje shumë të fortë aty në Bibël. Përgjigjja që I jep Jozefi asaj është si mund të bëjë një të keqe të tillë, karshi Zotit, jo Potifarit, por karshi Zotit thot. Edhe ai hikën. Ajo e akuzon nga inati se ky kishte dashur atë. Dhe Potifari e merr e fut në burg. Imagjino pak si ishte Jozefi, qa po thua? Unë nuk hyra në këtë problem, unë evitova këtë gjë dhe unë po dënohem? Si nuk ka drejtësi në këtë botë.
Por Zoti kishte planifikuar gjithçka për udhëtimin e Jozefit. Jozefi nuk na thot Bibla që e prishi zemrën e tij. Nuk thot që u pezmatua për shkak të padrejtësisë që u bë. Megjithse hëngri burgun dhe jo shkurt dhe jo lehtë. Në atë burgjet atë kohë nuk janë njësoj si burgjet sot. Për shkak të një padrejtësie që ai kur nuk e bëri, por u akuzua padrejtësisht, ai nuk e prishi zemrën e tij. Nuk tha që nga sot e tutje unë vendos që të mos besoj tek e mira, se shiko ku është kjo botë. Jo, sytë e tij ishin të fokusuar te Krishti. Punë e madhe, se do të më duhet të dënohem. Krishti e di zemrën time që dua të nderoj emrin e tij. Le të bëhet për nderin dhe për lavdinë e Zotit të dyja këtë pjesë. Po ti çdo të bëje, po ti ishe në vend të Jozefit. A do të bie në tundim, do të shkoje me gruan e Potifarit, do të krijoje një histori ku emri i Perëndis do të do të përballtej, apo do të ishe gati të merrje përsipër jo vetëm evitimin, por edhe dënim të padrejtë, siç mori Jozefi. Kapitulli 13 nuk është një kapitull për politikën, për dashurinë, për njëri tjetrin, edhe për ardhjen e Krishtit të shkëputura nga njëra tjetra. Këto janë në lidhje me njëra tjetrën. Nuk është një kapitull për etikën, apo për moralin, edukata morale, si të jetojmë një jetë të mirë. Është një kapitull për mbretërinë e Krishtit, kur ti di që Zoti është në fron, ti do nderosh çdo autoritet që Zoti ka dhënë. Kjo nuk do të thotë që do të biesh dakord me çdo sundimtar, por ty do të respektosh çdo autoritet që Zoti ka dhënë. Ti do të duash të afërmin tënd por si vetveten, për shkak se Krishti është Zoti. Dhe ti do të presësh me padurim ardhjen e Zotit Jezus Krisht. Kisha qef që ta mbyllja duke lexuar pasazhin e fundit të Biblës. Është tek libri që unë ja u përmenda, libri zbulesës, që na tregon fundin dhe ardhjen e Zotit. Vargu te kapitulli 22 në fund fare të Biblës. Vargu 20 thot kështu: Ai që dëshmon për këto gjëra thot: Po, unë vi shpejt. Vetë Zoti Jezus që dëshmon për këto gjëra thot: Po, unë vi shpejt. Amen. Dhe përgjigja është: Po, eja, Zoti Jezus. Hiri i Zotit ton Jezu Krisht qoftë mbi ju të gjithë. Kështu mbyllet Bibla, me pritjen e ardhjes së Zotit Jezu Krisht përsëri. Apo jeton jetën duke pritur që Krishti do kthehet? Mund të ndodhë sot, mund të ndodhë pas 100 vjetësh. Historia ka një fund. Ne jetojmë në vitin 2026. Nga kush? 2026 vite nga ardhja e Krishtit. Edhe ateistët, edhe besimet e tjera, në kalendarin e tyre shkruajnë 2026. Dhe është një dëshmi në vetvete. Sa herë ti e shkruan vitin 2026, ka 2026 vite nga kush? Ka ardhja e parë e Krishtit. Por këto numra do të vinë një moment që do të mbarojnë, sepse do të kthehet Krishti. Kemi ardhjen e parë dhe ardhjen e dytë të Krishtit. Historia njerëzore do të mbyllet. Filmi njerëzor do të mbyllet dhe aty do të jemi përjetësisht me Krishtin. Unë do doja që të luteshim, por të lutemi pak edhe për Debin, që ka qenë këtu duke dhënë kursin e anglishtes. Vajza e saj, besoj që mosha ime ka qenë, ka ndruar jetë para 2 ditësh. Debi më shkruan edhe tekstualisht atë ditë që sapo kishte ndodhur, gati 1 orë kishte që kishte ndodhur, Debi më shkruan këto fjalë. Thot kështu: Po them në shqip: Të lutem, lutu për familjen time. Vajza ime sot ndroi jetë, shumë gjasa nga një infarkt. Ne kemi ngushëllim duke ditur që ajo është duke adhuruar me Jezusin, por zemrat tona janë të coptuara. Edhe 2 janë mundësit. Zoti Jezus nuk thot që do të keni jetë kaq vite. Është një udhëtim, ne jemi shtegëtar në këtë botë. Është një kujtesë që ditët janë të shkurtra në këtë botë. Interesante është që
Nuk e di nëse e dini, por nuk ka gjuhë në botë që të shpjegoj dhimbjen kur humbet fëmijën. Kur ti humbet bashkëshorten apo bashkëshorten, quhesh i ve apo e ve. Nëse të vdesin prindrit, quhesh jetim. Por nuk ka gjuhë në botë që të përshkruaj me një term kur të vdes fëmija. Edhe zemra shumë e rëndë. Në fakt, Adami dhe Eva për të parë vdekjen që panë me sy ishte vdekja e fëmijës së tyre. Abelit, që e vrau i vllai. Dhe kjo është jeta. Zoti prandaj erdhi për të na treguar që udhëtimi në këtë botë është i përkohshëm dhe shumë shpejt do të vi koha kur do të jesh përpara Perëndis. Edhe vetëm Krishti është shpëtimtari. Do të jesh o me të përjetësisht, o në zemërimin e përjetshëm të Perëndis. Prandaj thot Bibla, zgjohu, mos jetoni për gjumin e kësaj bote. Nderoje emrin e Zotit derisa ai të vijë. Le të lutemi. O atë ti je Zoti i jetës, por ti di kur ke caktuar fillimin tonë dhe daljen tonë nga skena e filmit të jetës. Zot, në mençurinë tënde ti cakton ditët për secilin prej nesh. Ashtu siç na thot në fjalën tënde që ato janë caktuar tashmë, thot Davidi. Dhe Zot, kohën që na ka mbetur këtu në botë, na mëso që ta jetojmë duke dashur ty, që ti do të jesh mi i shtrenjtë në zemrën tonë dhe në jetën tonë. Ti do të jesh arsyeja pse koha e ngelur në tokë do të jetohet. Na mëso Zot që do të ecim ngushtë me mjaltin e qiellit, duke e dashur më shumë se çdo gjë tjetër, jo vetëm për ta lexuar, jo vetëm për të pasur ca filozofi, e ç'lidhje ka, e çfarë përfitimi do të kishte, por për të gjetur jetën aty, për të gjetur Krishtin, për të dashur Krishtin dhe për t'u nënshtruar Krishtit. Zot, lutem për pasazhin që dëgjuam sot, që do të na mësosh që të kuptojmë që nuk ka asnjë autoritet që nuk është prej teje. Patjetër që ka njerëz të ndryshëm, njerëz që bëjnë keq më shumë apo njerëz që përpiqen të bëjnë mirë, që vendosen shpeshherë në përdrejtime. Dhe kështu ka qenë në këtë botë, Zot. Por ti je Zoti që je sovran përmbi çdo gjë tjetër. Zot, na mësoj që të duam njëri tjetrin dhe kështu do të përmbushet ligji. Na mëso Zot që do të presim ardhjen tënde më shumë se sa qëndrimin tonë në këtë tokë. Zot, na mëso të duam Jezusin, të jetojmë emrin e tij. Na mëso që të nderohet emri i Krishtit në mënyrën se si ne flasim, se si mendojmë, se si veprojmë. Na mëso të kemi frikë ty, Zot, dhe një frikë të perëndishme, jo një frikë ka diçka e tmerrshme, por si një frikë ati. Na mësoj që të jetojmë me dëshirën për të nderuar emrin tënd. Lutemi shumë sot edhe për Debin. Lutem Zot që do të ngushëllosh zemrën e saj dhe të familjarëve të saj, të fëmijëve të saj dhe të nipërve të mbesave. Zot, lutem për fëmijët e personit të vajzës së Debit që është me ty sot, që do t'i ngushëllosh zemrën e tyre të bashkëshortit të saj. Zot, të lutem, ji me ta në këtë çast, jepi forcë. Dhe Zot, faleminderit që zemra ngushëllohet, sepse Bibla thotë që ne nuk vajtojmë si ata që nuk kanë shpresë, por vajtojmë, patjetër që ka lot në sytë e besimtarit, por është një lot i përkohshëm, duke ditur që së shpejti do të jemi me ty, duke adhuruar bashk emrin tënd në përjetësi. E çfarë shpresë ka më të madhe se kjo, o Zot? Prandaj faleminderit që na ke hapur sy të besojmë në Krishtin. Mbushë zemrën tonë me dëshirën për ta njohur atë. Në emrin e të Cilit ne lutemi. Amen.